Përshëndetje, të nderuar këshilltar, i nderuar zëvendës kryetar, të nderuar të pranishëm. Deklaroj të hapur këtë mbledhje jashtëradhe për Këshillin Bashkiak Durrës. Në këtë mbledhje do të shqyrtojmë dhe miratojmë mbi projekt vendimet propozuara nga kryetarja e Bashkisë. Materialet ju janë vënë dispozicion nga sekretarja e Këshillit. Ftoj sekretaren të procedojmë me thirrjen e emrave të këshilltarëve. Ardian Muka, Elvira Shemsi, Luan Nezha, Pontiana Kuqi, Dritan Brugia, Majola Luku, Ermal Braholli, Julieta Ngrota, Arlind Boshku, Arjeta Keqi, Ledar Prizreni, Anisa Ibraj, Erzen Laçi, Roland Gjelilaj, Ana Lamo, Ani Djumishi, Gjiljola Doçi, Munir Konesha, Alfred Mullaraj, Jonada Mamo, Jurgen Zaza, Elizabeta Mataj, Perviz Bekteshi, Suada Quri, Denis Lika, Alketa Mgjeqi, Ilir Paja, Klementina Meqi, Dhesh Quni, Anila Kapedani, Franz Stragaj, Nurie Gjoni, Ekuran Markola, Silvana Gasi, Aldo Qelaj, Denisa Luarasi, Dorian Isai, Marsila Peshti, Dritan Rakipi, Jonjada Musaraj, Floriana Kotri, Eralda Lipi, Gjojana Gjineci, Renald Koka, Plutura Kasa, Jonus Mëshketa, Edlira Devolli, Sami Osmani, Lorina Reqi, Samet Vata, Florian Tahiri. 34 këshilltarë në salë. Me që kurumi është i pranishëm, vazhdoj me mbledhjen, po kaloj në leximin e 3 pikave të rendit ditës. Pika e parë. Për miratimin e përdorimit të fondit prej 3 milion lek për objektin lidhja energjisë dhe ujësjellësit në zonën e re për zhvillim spital. Pika 2. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi të ardhurat Bashkisë Durrës për muajin maj 2025. Dhe pika 3. Për miratimin e ndryshimit të vendimit numër 30 datë 26 mars 2021 për miratimin e listës së përfituesve nga programi procesit të rindërtimit për pallatin numër 1032, rruga Alex Komneni dhe pallatin Kastrati, rruga Ramadan Veliu, të dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2019, të ndryshuar. Keni ndonjë koment? Okej. Kisha vetëm një vërejtje. Është hera fundit që unë votoj kur pikat vinë 24 orë para mbledhjes. Faleminderit, Flotra. Po. Denis. Mundëm? Jo, doja të shkoja sa që tha kolegja Flutra, unë bëra të ditur dhe në chatin që kemi ne si kryesi, unë nuk kam qenë dakord të shtimit të 2 pikave, sepse bie ndesh me rregulloren dhe është bërë një praktik e përsëritur që në moment fundit shtohen pikat pasi miratohet në kryesinë e Këshillit. Pra, shkelet rregulloria, sepse me rregullore materialet të gjithë këshilltarët duhet i kalojnë 7 ditë përpara. Na vjen në moment të fundit, na vjen disa pika sensitive. Okej, për pikën e miratimit familjeve të përfituese ndihmës ekonomike, mendoj që s'ka nevojë as mblidhemi fare sepse që gjithë bim dakord. Por urgjenca që të futet kjo pikë, urgjencë më e madhe është që të shtohet vlera e ndihmës së familjeve nevojë, sesa të futet si pikë rishtazi. Dhe për miratimin për pikën numër 3, që do hiqen disa familje, të cilat ishin parashikuar të kalonin në fondin e rindërtimit si përfituese, nuk kemi asnjë lloj materiali që ta vlerësojmë këto familje e meritojnë apo nuk e meritojnë. Kështu që më duket nuk di çfarë jemi të vej kësaj, sepse unë nuk e shoh Këshillin Bashkiak dhe Bashkinë si kolorit politik,
por e shoh si institucionin më të rëndësishëm të qytetit Durrësit, kur duhet vendosen disa standarde në radhë parë për te politikës dhe të përkthehen në shërbime më të mira për qytetarët. Këtë kisha unë dhe unë jam kundër shtimit të dy pikave, e kam shprehur dhe i qëndroj. Faleminderit. Faleminderit zoti Mushketa. Edhe ne nuk jemi dakord me shtimin e dy pikave, nuk shoh ndonjë urgjencë, meqense se si pika 1 dhe pika 3 që i shtohen mund të merren në shqyrtim në seancën e mbledhjes normale që mund ta kemi, besoj, brenda këtij muaji ose në fillimin e muajit tjetër. Për të njëjtat motive tash s'po rriti përsëris. Faleminderit. Faleminderit. Jeni dakord ta kalojmë rendin e ditës në votim? Kush është pro? Kundra? Abstenim? Njëztë shtatë pro, miratohet pa ndryshime. I jepet fjala për projekt vendimin e pikës 1 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë përshëndetje të gjithëve, komisioni ynë e ka miratuar pikën e parë dhe e propozon sot kaloj në këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave Tarifave zotit Roland Xhelilaj. E kalon këtë pikë për miratim në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Faleminderit zoti Xhelilaj. Komente ose pyetje ka? Po, zoti Muka. Doja një informacion më shumë, meqense flitet për një fond 3 milion lek pra për lidhjen e energjisë dhe ylësirësit të zonën e re për zhvillim spital. Pse nuk është parashikuar kjo që është në momentin e parë, pra kur është hapur tenderi, duhet jetë në dispozicion të firmave, duhet ishte në fondin e hapur, pra në momentin e hapjes së tenderit për rindërtimin. Do dojë një informacion nga ana e bashkisë, pse nuk është bërë që është në atë moment dhe pse na sillet për shtesë tani. Faleminderit. Faleminderit zoti Muka. Kemi të një përfaqësues të bashkisë? Okej, faleminderit. Po Lorenz. Përshëndetje. Në lidhje me këtë fond rreth 3 milion lekësh për pagesën me lidhjen e energjisë elektrike dhe ujësisë në zonën e rindërtimit spital, është parashikuar me fondin rezervë për arsye se ky investim është bërë nga Eagle Hillsi dhe nuk është bërë me buxhet të shtetit. Ndërsa të gjithë sipas kontratës, të gjithë tarifat e pikave lidhje me OSHE-n, kjo është vetëm tarif pikë lidhje me OSHE-n dhe ujësisin. Nuk është lidhje kontratash, që është detyrim i bashkisë dhe i qeverisë shqiptare. Faleminderit, zoti Faci. Po, e ka bashkia, domethënë, në bazë të kontratës që është lidhur me Eagle Hillsin, të gjithë detyrimet për rrjetin e infrastrukturës dhe për lidhje i ka qeveria shqiptare. Dhe kjo është si detyrimi i joni si bashkisë që jemi përfitues të këtyre apartamenteve. Faleminderit. Atëherë, kush është pro, kalojmë votim? Atëherë Atëherë 37 miratohet pa ndryshime. I jepet fjala për projekt vendime e pikës 2,
Komisionit Barazisë Gjinore, Mirëqenies Sociale dhe Mosdiskriminimit, zotit Florian Tahiri. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë pika 2, si gjithmonë për sa i përket ndihmës ekonomike, kaloi nga anëtarët e komisionit dhe e hedhim votim. Faleminderit zoti Tahiri. Komente? Kemi? Atëherë kalojmë votim. Kush është pro pikës 2? Me 37 miratohet pa ndryshime. Jepet fjala për projekt vendime pikës 3, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe në lidhje me pikën 3, komisioni ynë e miratoi dhe e kalon sot për votim. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit, Shërbime Publike, zonja Marsida Feshti. Strehimi dhe Shërbimeve Publike miratoi pikën 3 dhe e kalon sot për votim në Këshill. Faleminderit zonja Feshti. Komente, pyetje kemi për pikën 3? Po, zoti Muka? Dhe për këtë pikë do donim një informacion më shumë, prandaj thash nga momenti i parë nuk ishim dakord që këto dy pika tu shtonin në këtë rendite, megjithatë një informacion më shumë sepse nga relacioni që na keni dërguar shihet thjesht që përjashtohet dhe përjashtohen emrat e familjeve dhe familjarëve. Nuk shohim një motiv që pse këto përjashtohen. Pra do donim një koment më shumë. Ka një kazus të përbashkët, ecet për secilin rast, ka kritere përjashtuese për këto? Faleminderit. Faleminderit. Zoti Nënkretar. Përshëndetje. Atëherë, në lidhje me pikën 3 të renditditës, arsyet kryesore, 2 arsyet madhore, janë se pas verifikimeve të bëra nga institucioni i bashkisë, në bashkëpunim me ASHK-n dhe Gjendjen Civile, 2 arsyet kryesore siç e përmenda janë 2 pronësia në disa raste ose vendbanimi i zakonshëm jo në qytetin e Durrësit në raste të tjera. Pra ju po thoni që këto kanë qenë banor, sepse në godinat që janë shembur dhe janë rindërtuar, këto kanë qenë banor, por ndërkohë i hiqet e drejta e pronës, meqense kanë ose kanë dhe një pronë tjetër, ose këto nuk janë banor të Durrësit. Ky është motivacioni, domethënë. Po kush e shkruar në ligj që dikush që e ka pas pronë me rastin e tërmetit, pra ka hyrë në fuqi situata e emergjencës civile, është marrë një vendim që të gjithë do shpronësohen, do rindërtohen, apo ato që kanë marrë pjesën e rindërtimit është tjetër gjë. Ku është e shkruar në ligj kjo? Përveç atyre VKM-ve të famshme, domethënë që dolën atko, po në ligj si mund t'i marrësh, ti heqësh drejtën e pronës, ta rindërtosh gjën dhe mos t'ia japësh mbrapsht, thjesht sepse pas ka një apartament tjetër, por thjesht sepse nuk është banor i qytetit. Kush është legjislacioni normativ numër 9 dhe VKM-ja përkatëse i përcaktojnë qartë kriteret kualifikuese për përfitim nga programet e rindërtimit. Dhe këto kritere që ju sapo përmendët janë kritere skualifikuese nga programi i rindërtimit. Atëherë një sqarim në lidhje me pikën. Lutem, e ka marrë fjalën. Vetëm një diçka. E ka marrë fjalën zonja. Për të sqaruar dhe këshilltarët, gjithë kolegët, këto kritere nuk është se kanë dalë sot, por kritere kanë qenë në lidhje me banesën e 2 dhe me pasaportizimin të qenurit banor zyrtari i qarkut të Durrësit. Dhe duke patur një volum pune, ju me të drejtë thoni pse nuk është kapur në kohë kjo gjë, duke patur volum pune dhe ASHK-ja kur ka kthem përgjigje, është munduar të i verifikojë të gjitha këto prona dhe sot rezultojnë që kanë banesë të dytë në qarkun e Durrësit. Një pjesë, dhe pjesa tjetër e tyre nuk janë banor të qarkut të Durrësit. Fizikisht janë këtu, është e vërtet, por VKM-ja parashikon që këto 2 kritere janë përjashtuese dhe kur vjen një përgjigje nga ASHK-ja normalisht Bashkia e Durrësit dhe Këshilli Bashkiak nuk mund të mbyll syt
Dhe kur janë dy kritere përjashtuese ti përfshi këto. Të paktën ky është qëndrimi im dhe diskutimi që është bërë në komision. Dhe në lidhje me mungesën e informacionit, është e vërtet që krau i djathtë nuk ka informacion, sepse nuk merr pjesë në mbledhjet e komisionit, kështu që prandaj dhe nuk e ka. Nuk kryetari i bashkisë ishte prezent në mbledhjen që bëri komisioni dhe i dha dhe sqarimet në lidhje me pyetjet që ne kishim. Kështu që unë jam e mendimit që duhet të miratohet. Faleminderit. Faleminderit zotë Musaraj. Po Joni. Zotë Mshketa. Më lejoni ju lutem t'ju drejtohemi fjalë në mënyrë njerëzore si këshilltar, si qytetar, si ata që investohen në pronat e familjeve tyre, në banesat. Pra, për te BKM-s, këtu nuk i kërkohet bashkisë më përgjegjësi për diçka që s'e ka nxjerr bashkia. Këtë jam unë i pare që nuk mund t'ja kërkoj atë i s'ka takër bashkia. Por ju ja kërkoj juve si shqiptar. Më duket është realisht një BKM, por është e padrejtë. Po le të shohim gjërat në sy siç janë. Pse duhet fshihemi pas BKM-rave kur është diçka, ai person, ato familje që kanë investuar jetën e tyre, mundin e tyre, djersën e tyre me një të rënd të lapse se po mos ndërtohej është diçka tjetër, prapë ato kanë të drejtën të rikompensohen për pronën, për mundin, për djersën e tyre. Dhe ky është një fakt njerëzor. Po t'i lëmë për një moment të zhvishemi dhe nga politika dhe nga gjitha, ta trajtojmë çështjen në vetë parë, sikur prekemi ne. Ajo duket e drejtë kjo? Nuk mendoj që nga ana njerëzore do i duket e drejtë. Dhe për anën njerëzore të votojmë një herë, bëhemi bashkë për atë çka mund të na prekin nesër neve, sepse ato para vullojnë, ai mund ikën. Pra unë nuk mendoj të jemi kaq të pandjeshëm sepse është një BKM, sepse është një nen që thot diçka të padrejtë. Sepse edhe në 45-ën u shprehen shumë BKM, po ishin të padrejta. Dhe vazhdojnë me prap kjo qeveri ose ky vend vazhdoi të ecë me BKM-ra të padrejta dhe ne të mos bzajmë. Pra ky është mendimi im i fjalë. Edhe thirrja ime është për gjithë ju të shkëputemi ta shohim në raport me anën njerëzore të vetes sonë se cila është më e drejtë. VKM-ja apo qëndrimi apo ajo shumëzimi me zero gjithë aty mundi. Faleminderit. Faleminderit zoti Mshketa. Po e ka marrë fjalë Po zoti Mshketa, po më kërkoni një gjë që unë si juriste nuk e bëj dot dhe as ju nuk e bëni dot, më kërkoni të dalë mbi ligjet dhe mbi VKM-t. Pra, unë kam si parim si juriste atë që quhet shteti së drejtës dhe unë eci mbi ligjet. Mbi bazën ligjore, unë vendimet këtu si këshilltare i marr mbi një bazë ligjore. Dhe shqetësimi juaj nga ana njerëzore nuk kuptoj shumë mirë. Edhe unë e kam. Të jem e sinqert. Dhe nuk e kam vetëm për ata, e kam dhe për veten time në radhë parë. Si banore e Durrësit, si taksa paguese që tha dhe kolegja, por këtu më kërkohet të mbështeten diku ta justifikoj atë vendimarrje. Nëse ju sot, zoti Mshketa, më sillni një bazë ligjore që unë ta rrëzoj këtë vendimarrje, unë jam e para që e rrëzoj. Por më duhet baza ligjore sepse nuk eci dot ndryshe. Jo vetëm në këtë institucion, por në çdo institucion ecet mbi bazë ligjore. Po më kërkon diçka që unë nuk e bëj dot. Dhe në lidhje me atë që ju keni anën njerëzore dhe ne se kemi, ju merakoseni për njerëzit dhe ne nuk e kemi, kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtet, sepse pikërisht se jemi kujdesur të gjithë bashkë për këta persona, ndihma e parë që është dhënë edhe strehimi, është dhënë dhe bonusi që rast gjithë bashkë ne kemi marrë këtë vendim. Por unë të them që një vendimarrje e tillë në këshill pa bazë ligjore e ke totalisht të cënueshme. E ke të cënueshme, nesër pas nesër është një vendimarrje e cënueshme, sepse nuk ka bazën ligjore, nëse më kupton drejt. Dhe nga ana tjetër, por flasim për një kategori personash që nuk janë të pastre. Mshketa, nuk janë të pastre. Ata figurojnë, bashkia ka sjell një relacion të bazuar mbi një informacion që i vjen nga një institucion tjetër, pra ka një objekt tjetër banimi, me funksion banimi. Dhe ne jemi të ndërgjegjshëm që këto kritere nuk kanë dalë sot. Kjo VKM nuk është sot. Ne e dim që kur ndodhi fatkeqësia që këto kritere kanë qenë gjithmonë. Dhe prandaj janë përjashtuar dhe persona kur ndodhte një verifikimi, një banimi, apo nuk ishte banori i qarkut të Durrësit. Pra nëse unë nuk është sfidë, unë realisht jam e predispozuar për qytetarët, bashkë me ty. Por nëse më jep një bazë ligjore ku ti bazohesh, unë jam e para që kthej mbrapsh vendimarrjen time dhe e votoj sot kundër. Por nuk mund të vi në këshill dhe të marr vendimarrjen mbi bazën e normave morale, shoqërore që patjetër qëndrojnë, që patjetër dhe ligjet e VKM-t kur hartohen mbi bazën e këtyre. Por
vendimarrja sot është institucionale, e kupton? Pra është e cënueshme nëse pas nesër. Më thuaj si mund të mbrohem unë nesër në një vendimarrje të tillë. Faleminderit zonja Musaraj. T'ja japim pak fjalën zotit Mushketa me që ju përmend emër. Kam Flutra, t'ja jap pak. Që ju se mendoni, absolutisht jo. Thash, ju bëj thirrje juve, që të gjithëve si qytetar. Pra të lutem cito drejt, sepse jam munduar nga fillimi deri në fund të citoj. E thatë shumë mirë si juriste, por më mirë nuk është juridiku, nuk është jurisprudenca, por e thatë shumë qartë që ligjet ndërtohen mbi bazat morale. Ligjet ndërtohen mbi jetën e qytetarëve dhe mbrojtjen e tyre dhe interesave drejt për drejt qytetarëve. Kemi shumë ligje dhe në emër të ligjit janë bërë shumë padrejtësi. Sot për mua ky ligj është i padrejtë totalisht. Atëherë kjo është ana morale e cila prevalon mbi ligjin dhe e drejta sublime e shpenzimeve, e kursimeve, e një jetë e tërë, për shkak një VKM i mos amari kur ndërtohet objekti aty, se ka 2 shtëpi, atë çdo thot kjo. Pra për mua është jashtë totalisht absurde të gjykohet për shkak të ligjit, se ligji mund të jetë i padrejtë. Hajde ta diskutojmë këtu dhe ana morale prevalon mbi ligjin. Kjo është ajo përgjigjja ime kundrejt të asaj dhe do ju lutem të jemi sa më korrekt si time, nuk e marr fare për ters, por e qy si lapsat e pjesën se nuk akuzoj asnjë këtu. Faleminderit zoti Mushketa. Vetëm përpos bazave. Të flas diçka të fundit. Nuk është sepse kur në rastin konkret bëhet fjalë për dhënie pronësie dhe normalisht një verifikim i dytë përpara se të jepet, të hidhet shorteu dhe të jepen çelësat, unë jam pro dhe jam partizane e kësaj gjëje, që të jepet dikujt që e meriton. Dhe në rastin konkret, këto banesa nuk është se nuk do përdoren për të ardhur në ndihmë personave të tjerë, por unë jam e mendimit që dikush që ka një pronë të dytë, më mirë të mos përfitoj ky person dhe të përfitoj dikush tjetër që është më nevojtar. Pra nuk është se këto banesa do i përdor unë dhe ti, e kupton? Pra timi nuk është se këto po prap në të mirë të komunitetit do përdoren, më kupton? Zonja Musaraj. Nevojë e paguajnë qytetarët, nuk ka lidhje. Pra s'm duket normale. Flutra. Është diskutuar te Këshilli Paraardhës, se po dalim këtu sikur ai këshilli që ka nejt kot. Kjo është kërkuar me forcë nga këshilltarët për të ndryshuar VKM-ja. Më kupton? Ka shkuar edhe kërkesë në qeveri dhe qeveria e ka marrë këtë ligj që po kërkohet sot. Më kupton? Prandaj është shumë e dhimbshme që i hiqen këto shtëpijet, se çdo njeri prek te vetja vet, por kur ligji e thotë kështu, ne s'mund të shkojmë nesër se do japim gjithë llogari për këtë. S'mund ta shkelim dot si ligj. Po jo se nuk është bë, se po dalim nga herë, pavarësisht se nuk e kam me të keq me Jonin, po dalim sikur ne jena kal karroce dhe shohim as dhimbshuri as kur gjë. Thjesht është bë kjo kërkesë me forcë dhe ti ke qenë vetë antare e Këshillit të Kaluar dhe disa këtu. Që kjo kërkesë është bë. Si qytetare kemi kërkuar. Faleminderit zonja Kasa. Kalojmë votim. Më fal. Po. Jo, s'e ke thënë. Ju lutem sëri. T'jap dy detaje teknikisht dhe ligjërisht pse ligji kjo VKM është e jashtëligjshme. Duroni 2 minuta. Ta dëgjojmë ju lutem, ta dëgjojmë zotin Muka? Kam të drejtën e fjalës 2 minuta, pastaj kam të drejtën e qytetarët informohen. Në ligjin e bashkëpronësisë, në momentin që një person fizik blen një apartament, nuk është vetëm pronar i apartamentit, automatikisht është pronar në pjesën takuese dhe në truall. Pra, nëse dikush në një pallat i cili ka 50 apartamente dhe ka një truall 1000 metra katror, për pjesën takuese 1/50 pjesë, ai është pronar edhe i truallit. Në momentin që ne i shpronsojmë të drejtën e apartamentit, nuk i shpronsojmë dot të drejtën e truallit. Trualli ngelet aty, qofse ky pallat është shemb, ai person i cili ka pas apartamentin sipër, gëzon 1/50 pjesë të truallit.
automatikisht në momentin që do ndërtohet pallati i ri, është ndërtuar pallati i ri, dhe ky nuk trajtohet si pronar trulli, për sipërfaqen e trullit që ka pas, neve të gjithë jemi në shkelje të ligjit të bashkëpronësisë. Ai zotëri do i lindje drejta nesër, e çon në gjykatë dhe do ta fitojë atë apartament. Pse duhet neve të vëmë dhe të bëj këtë kalvar personat, kur ne në princip e dim që ky ligj kështu si është ndërtuar gabim. Natyrisht, në një regjim diktatorial o komunist, gjithçka ndodh. Por ne po i shkelim në të drejtën e tyre të gjithë tyre personat të cilët e kanë blej apartamentin dhe janë pronarë. Faleminderit. Faleminderit zoti Muka. Zonja Meçi kërkoi fjalën. Atëherë, përshëndetje, në fakt nuk para marr fjalën për të tilla diskutime sepse mendoj që ne kemi një fushë veprim të caktuar dhe sigurisht që do duhet ta përballojmë me dinjitet këtë pjesën çfarë na takon e ç'as na takon. Sa një koment shumë të shkurtër në fakt kam unë. Vjen shumë mirë që jemi në këtë pikë, që nga pika që mbështes Flutrën kur tha në mandatin e shkuar etj, edhe unë si pjesë e mandatit të shkuar e di shumë mirë se çfarë sfidash kemi pas dhe një ndër sfidat më të mëdha edhe publike në fakt ka qenë diskutimi në po bëhet ose po bëhet gjë për këtë. Dhe më vjen shumë mirë realisht që ne kemi arritur në pikën që e kemi superuar këtë, kemi përballuar situatën dhe tash diskutojmë përtej nevojës bazike sociale, përtej nevojës imediate të qytetarëve për të patur një strehë mbi kokë, diskutojmë dhe nevojat e tjera. Pa diskutim që është e shëndetshme, por mendoj që do duhet të rri brenda kontureve dhe fushë veprimit të këshilltarëve bashkiak. Nuk më duket etike që dikush të diskutojë të gjykojë një vendim që do marrim ne sot, ashtu siç nuk më duket etike që ne të diskutojmë një vendim të Këshillit Ministrave i cili është marrë nga organet kompetente. Faleminderit. Faleminderit zonja Meçi. Kalojmë votim. Kush është pro pikës 3 të renditës? Kundër? Abstenim? Nuk ka. Njëzet e 8 miratohet pa ndryshime. Atëherë nuk kemi kërkesa për diskutim. Duke ju falenderuar për pjesëmarrje. Po, të rrithe. Po, nuk po i hy pikës 3 edhe pse kisha diçka për thënë, po doja vetëm një kërkesë, një ishte të ishe kryetare, po besoj që Genti miku im do ja përcjellje. Pata një eksperiencë për sa i përket mungesës një karrat reci nga ana e policisë bashkiake që besoj për qytetin ton, për kushtet, për mallësinë që kemi është pa konceptueshme mos kemi një karrat rec. Me ligj, pra rasti ishte konkret, një makinë përpara garazhit pallatit, i pallat po themi me 20 makina brenda, e la makinën dikush e parkoi rreth 6 orë, askush nuk mund hyte, nuk mund dilte dot nga pallati, erdhi policia e shtetit, i vendosi një gjop prej 3000 lekë të reja dhe kaq. Mora policinë bashkiake, nuk kemi karrat rec, i thash ta paguaj un karrat recin, nuk kam as procedurë ligjore tha për ta. Dhe 6 orë, çfarë do lloj nevoje halli ne mund të kishim, nuk bënim dot asgjë. Është pa konceptueshme që Bashkia Durrësit, flasim për turizëm, flasim për qytetin e dytë për nga rëndësia, më thash, me një numër policësh bashkiak, besoj që tashmë është goxha i madh në krahasim me disa vite më përpara, dhe është pa konceptueshme. Dhe në qoftë se nuk është buxheti për ta bler, që besoj që i zgjidhi i gjet, paktën me qerat bëjmë ligjin, janë gatshëm qytetarët për këto rastet ekstreme ta paguajnë vetë karrat recin vetëm që të zhbllokohet situata, apo raste tjera ku makinat parkohen në vende të gabuara që realisht prishin qarkullimin apo rendin e qytetarëve. Kështu që të lutem përcjellni këtë gjë edhe ngriheni si shqetësim. Faleminderit zoti Tahiri.
Atëherë, duke ju falenderuar, mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Për mbledhjen e radhës do njoftoheni nga sekretarja e Këshillit. Mirupafshim.